Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin ton në Prag të Iftarit, emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta dëgjoni në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon të sjell frymëzim për zemrat tona përmes rrëfimeve e mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve nga historia islame. Sonte kemi kënaqësinë që në emision ta kemi hafezin e nderuar Abdul Kerim Efendi Bipi, me të cilën do të bisedojmë rreth temës për një agjërim të pranuar. Hafez i nderuar, mirë se na erdhët në emision. Mirë se jeni, faleminderit. Na tregoni për agjërimin dhe kushtet për një agjërim të pranuar. Elhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht e falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, salatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Së dyti ju falenderoj juve për ftesën, inshallah. Elus Allahun xhalla shanuhu ta kryojë ndikimin dhe efektin e fjalëve tona që do t'i flasim këtu në këtë emision. Allahu xhalla shanuhu në fenë islame i ka vëndu 5 shtylla, njëna prej shtyllave të islamit ose kushtet e islamit është edhe agjërimi, ku në suratul Baqara në ajeti 183 Allahu Gjellëshanu thot, Esta'idhu billah, bismillah, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sadaqallahu al-azim. O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç është bërë obligim, siç ka qenë obligim edhe për popuj tjerë para jush. I nderuar hoq, ajeti përfundon la'allakum tattaqun. Këtu unë du të nalem pak, sepse Allahu Gjellëshanu pse e ka zgjedh këtë fjalë, me që këtë fjalë të përfundoja këtë ajet. Pse nuk e ka zgjedh shembull fjalën la'allakum tashkurun, la'allakum tuflihun, të shputuarit ose të mirënjohësit, po e ka zgjedh fjalën la'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. Devotshmëria është një gradë e lartë shpirtëror, ku sicili musliman, sicili besimtar duhet ta ketë synimin të arrijë këtë gradë. Prandaj devotshmëria ka lidhje shumë të fortë me agjërimin. Sepse Allahu Gjellëshanuhu me këtë ajet e obligon besimtarin me agjërim, në fund thot që të jeni të devotshëm. Kjo ishte shumë që ma tërheqje vëmendjen në këtë ajet, në këtë pjesë të ajetit. Agjërimi është një shkollë edukimi për besimtarin në këtë shkollë, në këtë universitet, i cili zgjat vetëm një muaj në vit, e edukon veten, e edukon shpirtin dhe moralin e vet. Kurse kushtet për një agjërim të pranuar, e para është sinqeriteti. Një jeti i sinqert, një nga kushtet kryesore për agjërim të pranuar është një jeti i sinqert. Besimtari duhet të agjëroj, jo për sy e faqe, jo për shëndet, se në kohën e fundit, në vitet e fundit, në perëndim agjërimin ton, i cili është obligim nga Allahu Gjellëshanuhu, perëndimorët e kanë marrë si një program të dietit. Dhe i sugjerojnë njerëzit që të agjërojnë, për shkak peshës që e kanë. Kurse muslimani nuk agjëron për shëndet, ose për të zvoglu peshën e vet, nuk agjëron për tradit, por besimtari agjëron vetëm
për ta fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Men sarma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjiron muajin e Ramazanit me besim të plot dhe me bindje të plot dhe duke shpresuar tek Allahu xhaleshanu për shpërblimin e agjërimit, Allahu xhaleshanu garanton diçka këtu nëpërmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot: "Do t'i falen mëkatet e së kaluarës." Për me e fitu këtë shpërblim nga ana e Allahu xhaleshanu, niyetin duhet ta kemi të sinqert, si në çdo ibadet, si në çdo adhurim, edhe në agjërim duhet ta kemi niyetin e sinqert. Kurse kushti i dytë është qëndrimi nga syfiri, domethënë nga agimi deri në perëndim të diellit, larg çdo veprimi që e prish agjërimin ose e dëmton agjërimin. Se kemi disa vepra që e prishin agjërimin, besoj se hoxhallarët e kanë treguar këtë, domethënë ngrënia, pirja ose afërmiteti me epsh, këta e prishin agjërimin, kurse janë disa vepra që e dëmtojnë agjërimin. Në vend që të fitojmë 100 sevape ose 1000 sevape ose 100.000 sevape nga agjërimi jon, ne mund të fitojmë shumë pak ose hiç. Atë vlerën e agjërimit e zbresim deri në 0. E këta janë nga fjalët e kota duhet të largohemi, nga ngrindja duhet të largohemi, nga fjalët këqija dhe gënjeshtra duhet të largohemi. Domethënë duhet tam jo vetëm me stomak të mbajmë agjërim, por gjuha jon, syri jon, veshi jon duhet jetë i agjërueshëm tan ditën, domethënë prej agimit deri në syfir. Këta ishin dy kushtet kryesore për një agjërim të pranuar. Hafiz i nderuar, tash na tregoni disa veçori të agjërimit. Agjërimi ka një karakteristik unik, o i nderuar, që nuk e ka asnjë formë tjetër të adhurimit. Është interesant. Besimtari kur falet, faljen e besimtarit ose atë namaz mund shifët, ai namaz mund shifët nga të tjerët. Kur jep zekat besimtari, sidomos në kohën e fundit, e kemi bërë si traditë ose si mod, e reklamojmë veten kur japim zekat. Bëjmë inqizime, filani e ka dhuru një pjesë të pasurisë për një fukara, kjo bëhet si një film, si një inqizim edhe postohet në rrjetet sociale, e cila nuk është e mirë. Kur shkojmë në haxh ose numre, ja kthejmë shpinën në Ka'bën e përdormi si sfond, bëjmë fotografi ose selfie dhe e postojmë në rrjetet sociale, edhe krejt bota merr vesh që kemi qenë në Ka'bë për haxh ose numre, jemi duke adhuruar Allahun xhaleshanu. Çdo formë ibadetit, adhurimit e ka një dukshmëri, duket. Kurse agjërimi është një sekret midis Allahut xhaleshanuhu dhe robit të tij. Nuk mund ta dije askush njeriu na është i agjërueshëm ajo, përveç Allahut xhaleshanu. Derisa nuk deklarohet. Edhe nëse deklarohet, ka është një pikë pyetje, është as është nuk e dim ne. Agjërimi është një lloj adhurimi i cili nuk mund të dokumentohet ose të fotografohet. Si haxhi, si namazi, ose si adhurimet tjera. Nuk mund ta fotografojmë agjërimin ton, ose ta dokumentojmë agjërimin ton edhe ta postojmë në rrjetet sociale. Kjo e bën agjërimin, ja jep agjërimit një veçori shumë, një karakteristik unik e cila adhurimet tjera nuk e kanë. Paramendoni një besimtar gjatë stinës së dimrit 12 orë, verës 16 deri në 18 orë, agjëron, edhe këtë nuk mund të dje askush vetëm Allahu xhaleshanu. Pra ekziston një situatë e veçantë, një sekret midis Allahu xhaleshanuhu dhe besimtarit, robit të tij. Kjo ndodh sepse agjërimi nuk ka një formë të dukshëm si aktet tjera të adhurimit. Veçoria e dytë e agjërimit, një aspekt tjetër që e dallon agjërimin nga aktet tjera të adhurimit,
është se shpërblimi i tij do të përcaktohet nga ana e Allahut xhalleshanu. Edhe kjo është shumë interesant, që e veçon agjërimin me të vërtetë prej adhurimeve të tjera. Allahu xhalleshanu duke përcaktimi i shpërblimit të agjërimit, Allahu xhalleshanu e përcakton këtë jashtë masave të tjera, jashtë përcaktimeve tjera që i ka bërë për adhurimet të tjera. Ku transmetohet një hadith nga Ebu Hurajra radhiyallahu an, Allahu xhalleshanu nëpërmes Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam në një hadith kutsi thot: Kullu amal ibn Adama illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Është edhe një hadith tjetër ngjajshëm. Allahu i madhruar thot: çdo punë e birit të Ademit është për vetë, për të, përveç agjërimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për te. Një hadith tjetër: Kullu amal ibn Adama yudha'ifu al-hasanata 10 amthalaha ila 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع شهوته وطعامه من أجلي. Këtu është në këtë hadith do ta shohim që Allahu xhaleshanuhu në ajetet kuranore shumë kur i përcakton shpërblimet e adhurimeve të robëve të tij, edhe në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kutsi në realitet Allahu xhaleshanuhu thotë: çdo punë të birit të Ademit shpërblehet nga 10 fish deri në 700 fish. Kurse illa as-siyam, illa as-sawm, përveç agjërimit. Innahu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është për mua dhe unë do ta shpërblej atë. Domethënë, shpërblimi i agjërimit do të jetë mbi 700 fish. Edhe ne nuk e dim, nuk ka kufizim. Këta dy veçoritë e agjërimit, e cila njëna ishte sekret midis Allahut xhaleshanuhu dhe robit të tij, e dyta ishte shpërblimi i agjërimit te i mase, e veçojnë agjërimin nga adhurimet të tjera. E lutim Allahun xhaleshanuhu në këtë muaj të bekuar të agjërojmë ashtu qish e kërkon Allahu xhaleshanuhu edhe qish e porositë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të arrijmë atë gradën e devotshmërisë ku në ajetin e cekëm në suratul Baqara 183 përfundon ajeti la'allakum tattaqun, që të arrijmë këtë gradë të lartë të devotshmërisë. Inshallah. Hafiz i nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi im: ky Ramazan le të jetë një fillim për tërë botën islame. Ne të jetë një fletore e bardhë, të hapim një fletore të bardhë në jetën tonë, e cila mos ketë asnjë pikë të zezë në atë fletore domethënë për jetën që na ka mbetë. Në këtë shkollë të Ramazanit, në këtë fakultet të Ramazanit, të na ndikoje agjërimi, adhurimet që do t'i bëjmë në Ramazan dhe ta vazhdojmë atë program, atë jetë shpirtëror edhe pas Ramazanit. Se muslimani nuk është musliman, besimtari nuk është besimtar vetëm në muajin të Ramazanit. Po, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Allahun tënd, adhuroje Zotin tënd derisa të vjene vdekja. Ne do të jemi besimtar deri në momentin e fundit të jetës tonë. E lusë Allahun xhaleshanuhu, inshallah Zoti na i pranon agjërimet, adhurimet, lutjet, namazet që i falmi në këtë Ramazan në këtë muaj të bekuar. Allahu ju shpërblet për të bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit Në Prag të Iftarit, ku mysafir kishim Hafizin e nderuar Abdul Kerim Efendi Ebipi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu a pranoft agjërimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.